Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesin e gjithësisë, sunduesin e botrave, për të mirat e panumërta që na i ka dhuru, që në Islam na ka udhëzu dhe me Islam na ka nderu. Salavatet dhe selamet më të përzemërta ja dërgojmë vulës profecisë zotriut njerëzis pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme dhe fisnike, shokëve të tij, bujar dhe besnik, neve dhe gjithë atyre që vazhdojnë të ndjekin rrugën e tij deri në ditën kur do të dalin para Allahut subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të nderuar, i kemi lexuar më herët disa ajete nga surja Kehf, e që këto ajete do të jenë tema inshallah e ditës sotme, e hutbes sotme. Nëse zgjasim paksa na bani halal, sepse është një tregim që nuk mundet mu lënë në gjys, e që në këtë tregim ka shumë urtësi të Allahut subhanahu wa taala dhe dituritë të tij. E një ndër mesazhet që ne mund ta marrim nga shumë mesazhe që i përcjell kjo histori apo ky tregim, është që shumë gjëra që na ndodhin në jetë, ndoshta ne nuk i kuptojmë, por në to fshehet urtësia dhe dituria e Allahut subhanahu wa taala. Kjo histori apo ky tregim është pra tregimi i Musait dhe Hidrit alayhi salam. Vëllezër të nderuar, siç e dim, Musai alayhi salam ishte një nga pejgambert e zgjedhur, pra ulul azm. Ishte një nga pejgambert me forcë të madhe si fizike, por dhe me forcë të madhe shpirtërore. Pejgamberi Musa a.s. kalon në më shumë se 130 herë në Kur'anin fisnik. Pejgamberi Musa a.s. është ai pejgamber që Allahu subhanahu wa taala i foli drejt për së drejti. Dhe është një nga pejgambert që i ka zbrit shpallja, pra libri Taurati, dhe një ndër pejgambert që ka pas mrekulli të ndryshme, e një ndër ta është ai rasti kur e hedhi shkopin e tij, e që shkopi u kthy në gjarpën dhe i hangri, i gëlltiti gjarpërinjt e magjistarëve. Një ndër mrekullit është kur i ra detit dhe deti me lejen e Allahut u çan gjys dhe aty u fundos faraoni dhe shumë mrekulli të tjera. Një ditë, vëllezër të nderuar, Musai alayhis salam, pra siç e dim, është dërgu tek populli Beni Israil, bijt e Israilit. Dhe një ditë ishte duke i mbajt popullit të tij hutbe. Dhe ndër tjera u çu një nga ndëgjuesit dhe i tha Musait alayhis salam, kush është më i dituni në tokë? Dhe Musai alayhis salam ju përgjigj, i tha unë. Dhe në atë moment Allahu subhanahu wa taala e qortoi butësisht Musain alayhis salam, duke mësuar se dituria absolute i atribohet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Më i dituni në këtë botë nuk ka, më i urti nuk ka. Gjitha cilësitë më të larta i atribohen vetëm kujt? Vetëm Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu subhanahu wa taala, siç na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka i tha Musait? Është një robi im në vend takimin e 2 deteve, i cili i tha është më i ditun se ti. Dhe Musai i përulën karshi Allahut subhanahu wa taala, i tha si mund ta gjej unë atë person, si mund ta gjej unë atë njeri. Dhe Allahu, siç na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha do ta gjejsh atje ku takohen 2 dete. Dhe shenja
do të jetë se do ta humbësh peshkun që ke me vete, sepse Allahu subhanahu wa taala e mësoi që mi marr një peshk me vete dhe në momentin i tha ku ta humbësh peshkun, në atë vend tha ti kemi taku atë njeri, atë person që është më i ditun se ti. Pa e zgjat shumë kët, kalom vëllezër të nderuam tek takimi i Musait dhe kuj Hidrit alayhis salam. Musai duke shku në këtë takim e morri shokun e tij me vejdi Yusha bin Nun, që mi shoqëru në këtë takim, që ishte një shok i besueshëm i Musait alayhis salam. Para mendon e vëllezër të nderuam, kanë kalu më shumë se përafërsisht 3300 vite dhe historit me emra, me mbi emra, me prej ardhje, me fise, në përcillen deri në ditën e sotit, po u ndryshu asnjë pikë, asnjë presje. Sepse Allahu subhanahu wa taala ka thënë ne e kemi zbrit Kur'anin dhe ne kemi mirujt atë. E gjithë kjo histori kalon në Kur'an, mirë po unë kam shtu dhe diçka nga tefsiri, nga komentimi i këtyre ajeteve. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. I tha kuj, i tha Allahu subhanahu wa taala Musait alayhis salam, kemi shku edhe mi taku një nga robrit ton që e kemi mshiru me mshirën ton edhe i kemi dhënë dituri. Pra vëllezër të nderuam, Hidri ishte një nga robrit e Allahut subhanahu wa taala, që Allahu nga dituria e tij i kishte dhënë edhe Hidrit pra dituri që dinte për da gjëra diturin e fshehtë. Dhe si këtu filloi fillimi i shoqërisë, kur u takua pra Musai me Hidrin alayhis salam. Siç thot Allahu në Kur'an: "Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda." I tha Musai Hidrit alayhis salam: "A mund i tha me të ndjek ty që të më mësosh nga dituria që ty të është dhënë?" Sepse Allahu subhanahu wa taala i kishte thënë Musait: "Shka nga ai njeri edhe mësa se ai është më i ditun se ti." Pse? Sepse Musa i tha në fillim, unë jam më i dituni. E nuk i Allahu subhanahu wa taala mësoi se ti si më i dituni. Dhe kur i tha kështu Musa i Hidrit alayhis salam, si u përgjigj Hidri, i tha: "Innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Ti mundesh, i tha, me më shoqëru mu, edhe me mësu gjatë udhëtimit që do të bëjmë ne, mirë po i tha ti nuk ke me pas sabër, nuk ke me pas durim. Për ata ngjarjet që kanë me ndodh, ti nuk ke me pas durim me duru edhe me prit deri në fund. Mirë po ja vuvi si kusht, i tha gjatë udhëtimit që kena me ba, mos me mpyt për asgjë, i tha. E në fund kur ndodhin gjitha, unë ka me ta tregu urtësin që më shehet prapa atyne ngjarjeve dhe Musai alayhis salam e pranoi. Dhe vëllezër të nderuam, në këtë udhëtim të Musait dhe Hidrit alayhis salam ndodhen 3 ngjarje që Allahu i përshkruan në Kur'an. E para është anija e shpumun. Pra Musai dhe Hidri alayhis salam hipën në një anije të disa njerëzve të varfën. Dhe mbasi që hypën në anije, Hidri alayhis salam e mori një shpatë dhe e çau pra një nga drasat e anijes. Dhe Musai kur e pa, nuk ishte diçka që e perceptonte dituria njerëzore, apo të kanë marrë njerëz me të ndihmu, të kanë hypë në anije, ndërsa ti pa shkon edhe e çon anijen e tyne. Dhe Musai nuk mujti me duru, edhe pse ja kishte nap fjalën Hidrit se nuk ka me të pyet, nuk mujti me duru, dhe i tha: "A e zhbirove," i tha, "për t'i mbytur njerëz e pa fajshëm?" Dhe Hidri çai tha: "A nuk të kam thënë," i tha, "që ti nuk ke me mujt me duru deri në fund?" Ndërsa Musai u arsyetu në këtë rast sikur ka harru. Dhe vazhdu në udhëtimin e tyre. Kjo ishte ngjarja e parë, pra shpimi i anijes. E dyta është duke ecë Musai me Hidrin alayhis salam. Hidri alayhis salam e pa një djalosh dhe ja preu kokën. Dhe normalisht edhe kjo ngjarje kur e shef një njeri, pra nuk mundet mi besu, nuk mundet mi perceptu mendja ti si dikush, shken edhe e mytën një tjetër pa baj kur gjo, si pas ditunis ti. Dhe Musai prep smujti me duru, edhe i tha: "E qatelte nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta shay'an imra."
I tha, a myte, i tha, ti a vrave një njeri të pafajshëm që s'ka vra as një njeri, me të vërtet i tha ke ba një punë shëmtumën. Ndërsa Hidri prap ju përgjigj duke i thënë qala alam aqul laka lan tastati'a ma'iya sabra. Atë kam thënë i tha se s'mundesh ti me bë durim. Nuk mundesh ti me prit deri në fund. Dhe Musa alayhis salam çka tha? I tha nëse të pyes unë ty edhe një herë, i tha, pas kësaj atëherë mos më merr mua në shoqëri. Dhe vazhdu në udhëtimin dhe ndodhi ngjarja e tretë. Shkuan në një fshat ku në atë fshat nuk i gostitën, pra nuk i mikpritën Musajn dhe Hidrin a.s. Dhe Hidri në atë fshat e pa një mur duke urxu dhe shkoj e rregulloi atë murin. Dhe Musaj prap nuk e dinte të fshehtën dhe i tha, e rregullove, i tha, një mur që për atë rregullim që ke bë mundesh me marr shpërblimin. Dhe Hidri a.s. ç'a i tha, qala hadha firaku baini wa bainik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra. I tha, këtu është ndarja ndërmjet meja e teje. Deri tu tha, kena shku edhe ma nuk mundena me vazhdu. E tash i tha, kam me ta kallxuën e ty të msheftën, shpjegimin e atyre ngjarjeve që ka ndodhur më herët. Dhe ç'a i tha Hidri a.s. Amma as-safinatu fa kanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'akum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Tha, anija që ja kam shputha në fillim të ngjarjes, ishte anija e disa njerëzve të varfën, që ishte anija e vetme e tyre që tregtojshin me atë anije. Ndërsa tha, në një vend ku do të kalonte ajo anije, ishte një mbret tiran, një mbret që i merrte me zor dhe me dhunë gjitha anijet që janë të shëndoshta. Dhe unë tha, e shpova anijen në mënyrë që ai kur ta shoh se është e shpumun, nuk do ta marr atë anije. Pra dëmtimi i vogël, një dëmtim i vogël, mirë po për ato njerëz u bë një shpëtim i madh. Ashtu si ndonjëherë vëllezër të nderuam, Allahu subhanahu wa taala na privon nga diçka në këtë botë për të na ruajtur nga diçka më e madhe. E treta masak është ajo e djaloshit, i tha. Atë murin, i tha, që unë e kam çu, që unë e kam ngrit, është një mur pra që nënte më shifen thesart. Babai i tyne, prind e tyne, kanë shef në atë mur thesart, që kanë qenë prind mirë, i kanë mshef me rujt për fëmijët e tyne. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka dashur që ai mur unë mi ngrit, deri ata fëmijët të arrin moshën e pjekurisë, edhe mi marr atë pasuni që i taken atyne. Çka do të thotë kja? Se për një punë të mirë që e bajnë prind, për mirësitë që i bajnë prind, ato mirësi në fund munden mi gjetë edhe vlat, edhe pasi që vdesin prind, munden me ja pa hajrin mirësive të prindve të tyne. Ndërkohë që edhe qijat që i bajnë prind, mëkatet apo zullumet që i bajnë prind, munden me reflektu tek e vlat e tyne. Duke i dënu dhe duke i spravu Allahu subhanahu wa taala me e vlat. Dhe tjetra vëllezër të nderuam, wa amma al-gulamu fa kana abawahu mu'minain fa khashina yurhiqahuma tughyana wa kufra. Ai djaloshi tha, ishte qafir, ishte muhus, dhe prindët e tij ishin besimtar dhe kishin frikë. Pra gjithë kjo ishte urtësi që Allahu ja kishte mësu Hidrit a.s. Kishin frikë se kur të rritet ai djalosh, prind nga dashnia e madhe kishin me ndru fen për shkak të atij fëmije. Dhe e mbyta tha, sepse shpresom që Allahu subhanahu wa taala me ja dhan një fëmijë dhe e vlat hajrit. Çka është kjo vëllezër të nderuam? Ngjarje e rëndë për prindrit apo humbja e evladit. Mirë po, mundemi me kuptu se shpesh Allahu ndoshta të ka spravu me evlat, të ka ndru jetë fëmijët, mirë po Allahu të ka rujt se ndoshta nga ato fëmijë ty ka pas me të prit një e keqe e madhe. Ndoshta ato fëmijë munden kanë mujt mu rrit si zullumçar, Allahu e din mas miri, ne nuk e kuptom. Mirë po Allahu duke i marrë ata të ka rujt dhe ndoshta pastaj të ka dhuru evlat të hajrit. Vëllezër të nderuam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot,
Sikur thot, mëshira Allahut qoftë thot mbi ne dhe mbi Musajn a.s. Sikur Musajt kishte vazhdu me Hidrin a.s. pa ja vetë pyetjet, shumë të fshehta do të kishte mësu edhe ai edhe ne, mirë po Musaj a.s. nuk pati durim. Vëllezër të nderuam, në fund thot Allahu subhanahu wa taala, "Dhalika ta'wilu ma lam tastati' alayhi sabra", pra ky është shpjegimi i kësaj ngjarjes. Në këtë ngjarje, në këtë ndodhi, mësojmë që durimi ndaj gjërave që nuk i kuptojmë, shumë herë Allahu subhanahu wa taala pas disa sprovave që na i ka dhënë, ka mshef ndoshta dituni që na ka rrit nga shumë sprova më të mëdha. Sepse Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun". Allahu subhanahu wa taala e din atë çka ju nuk e dini. Allahu subhanahu wa taala, siç thamë, mbron pasardhësit për shkak të mirësive të prindërve, mirë po edhe mundet mi dënu pasardhësit për shkak të zullumit të prindërve. Dhe mësojmë që dituria e Allahut subhanahu wa taala është përtej perceptimit tonë. Dituria e Allahut subhanahu wa taala është dituri absolute, ndërsa ditunia jon është dituni e pakt, është vetëm aq sa Allahu subhanahu wa taala ka dashur që neve me na mësu. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum". Ndoshta diçka që ju ndodhën thot juve në jetë, ju e urreni thot. Në moment mundeni mi urry, mirë po thot ajo është për hajrin e juj. Ju nuk e kuptoni, mirë po Allahu subhanahu wa taala e dim se dhe kështu vëllezër të nderuam është ndodhen në realitet në jetën tonë. Apo njeriu mundet me humb një punë dhe në moment shumë mërzitet. Mirë po pas një kohe mundesh me ndëgju nga i njëjti njeri që thot elhamdulillah që ndola apo më qitën nga ajo punë sepse e gjeta një punë edhe më të mirë. Njeriu smuret dhe mendon që ajo smundje është dënim për te. Mirë po në fund të asaj smundje e kupton ndoshta që Allahu subhanahu wa taala vetëm se e ka afru ma shumë me te për mes asaj smundje. Dikush vëllezër të nderuam mundet me na lëndu në këtë botë. Dhe në moment me ndomi se është pa drejtësi, apo mundet me na ofendu, me na thonë një fjalë dhe në moment me ndomi se është pa drejtësi. Mirë po në të ardhmen e kuptom që Allahu për mes asaj sprove vetëm ka dash me na pastru, me na ngrit edhe ndoshta mi larguat njerin nga jeta jon që kur nuk ja kishim pa hajrin. Pra si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e mrekullueshme thot është gjendja e muslimanit. Nëse i ndodh thot një e mirë, aja falenderën Allahun dhe ka shpërblim për atë. Nëse i ndodhen thot një fatkeqësi, një sprov, ai prap bën sabër dhe ka shpërblim edhe për te. Pra vëllezër të nderuam, muslimani gjithmonë është në fitim. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu". Vetëm tek Allahu janë çelësat e të fshehtës dhe askush nuk di ato përveç Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kur na ndodh diçka në jetë që nuk e kuptojmë, mos themi pse mu, por themi Allahu subhanahu wa taala e din ndërsa unë nuk e di. Dhe Allahu subhanahu wa taala është i urtë për çdo gjë. Në fund të tregimit të Hidrit dhe Musajt mësojmë se çdo ngjarje, çdo ndodhi që ndodhen në këtë botë e ka një plan hyjnor. E ka një plan nga ana Allahut subhanahu wa taala që ne mund ta mos e vëremi me një herë, mirë po e vërejmë në të ardhmen. Kështu vëllezër të nderuam, le të kemi durim në sprova, besim në caktimin e Allahut subhanahu wa taala dhe kënaqësi me atë që Allahu subhanahu wa taala e ka shkruar për ne. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë prej të durueshmëve. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë prej atyre që janë të kënaqur me caktimin e Ty. Elusim Allahun subhanahu wa taala që na bëjë prej atyre që falenderojnë Allahun subhanahu wa taala për mirësitë që i kanë. Elusim Allahun që të na fal neve, prindërve tonë dhe gjithë besimtarve musliman. Amin. Wa quli qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.